Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e Britqapit. Britqap në javën e parë të dhjetorit ju shikoj shumë të ndjeshëm, shumë emocional. Kjo do t'jetë një javë plot nostalgji. Do t'jetë një javë ku keni mall për fëmijërinë, për kohën kur ju e shijonit periudhën e festave të fundvitit, dritat, pjesën e zbukurimeve, pjesën e ushqimit, kohën bashkë me familjen, kurse tani gjërat kanë ndryshuar. Gjërat nuk do t'jenë kurrë siç kanë qenë më përpara, edhe festat. Dhe shikoj një mesazh specifik për disa Britqap. Shikoj që një person shumë i dashur, shumë i shtrenjtë për ju ka ndruar jetë, mund të jetë njëri nga gjyshrit, mund të jetë një person akoma më i afërt i familjes tuaj. Dhe shikoj që për disa këto janë festat e para që ky person nuk është më me ju në rrethin tuaj familjar, dhe jeni më të ndjeshëm se zakonisht, do ta kujtoni me shumë nostalgji, është një ndryshim. Disa për ju mund ta keni edhe të vështirë të festoni, e shikoni me një zymtësi këtë vit për shkak të mungesës së këtij personi. Do të kujtoni momente, çaste kur ka qenë pranë jush edhe si keni kaluar mirë, mund t'ju kujtohen fjalët e këtij personi, energjia pozitive. Nëse keni video apo foto nga vitet e shkuara, mund t'i rishikoni. Ndërkohë që për disa Britqap është thjesht ndryshimi kur tani ju keni familjen tuaj dhe nuk jeni më ju fëmijët që thjesht e shijoni. Çdo përgjegjësi, çdo ngarkesë është mbi ju. Ju duhet të zbukuroni ambientin e shtëpisë, ju duhet të gatuani, ju duhet të pastroni, ju duhet bëni blerjet e ndryshme. Gjithçka është mbi ju. Çdo gjë, përgjegjësia kthehet mbi ju, mundet edhe të keni atë ngarkesën që duhet të prisni edhe persona të tjerë të familjes, sidomos për çiftet. Kjo do t'jetë një përgjegjësi e madhe nëse është janë edhe festat e para që i festoni bashkë në çift, ku keni edhe familjar të partnerit ose të partneres që do të vinë për vizitë. Presioni do t'jetë akoma më i madh tek ju. Ju shikoj më të rritur, ju shikoj më të pjekur. Çfarë ka ndodhur në jetën tuaj gjatë 2025-s ju ka bërë më të pavarur. Shikoj një pjesë të fëmijërisë tuaj që është shkëputur, dhe jo në kuptimin negativ. Kjo është diçka normale që çdo person e kalon. Në anglisht i thon growing pains, pra eksperienca të ndryshme që ndonjëherë janë të vështira, janë të hidhura, po që na bëjnë më të rritur, na bëjnë më të pavarur, na bëjnë që të jemi më të formuar si person, si individ, edhe nga ana emocionale, pavarësisht moshës që ti ke. Nga ana emocionale kuptojnë që jeta ka një afat të caktuar, nuk jemi të përjetshëm, dhe do t'ju bëj edhe të vlerësoni momentin më shumë. Plus që kjo javë e parë, duke pasur edhe hënën e plot, hëna e plot gjithmonë na bën më emocional, është edhe në binjak si energji me datë 4 dhjetor, do t'na bëj të gjithë që të mendojmë më shumë, të mendojmë, të analizojmë gjërat, të kujtojmë. Nga ana psikologjike të gjithë do t'jemi të ngarkuar, dhe tek Britqapët do t'i prek shumë në këtë pjesë, në pjesën e familjes, në pjesën e rrethit tuaj, njerëzve që ju mungojnë, njerëzve nga e shkuara. Shikoj një fazë transformimi të madhe, siç ju thash, Britqap, sidomos në javën e dytë. Në javën e dytë një ndryshim që ka ndodhur në jetën tuaj, që ka një impakt, diçka që është thyer, që nuk kthehet më. Diçka që ka ndryshuar, mund të jetë mënyra se si raporti juaj, nëse jeni në një marrëdhënie në çift, raporti mund të jetë transformuar, mund të keni kaluar një zënk, një vështirësi. Në rastin më pozitiv të mundshëm, shikoj tek disa Britqap që keni kaluar një sfidë të madhe, një stres shumë të madh, nga ato krizat në marrëdhënie, dhe jeni rikthyer edhe më të fortë se më përpara. Në javën e dytë sidomos do ta ndjeni këtë gjë, që gjërat vërtet kanë ndryshuar dhe ndryshimi është pozitiv për mirë. Ndërkohë për disa Britqap mund të jetë fundi i një marrëdhënie. Nëse jeni momentalisht single,
keni mbyllur një marrëdhënie që me një person që keni qenë bashkë ndoshta që në fëmijëri, apo keni qenë bashkë, jeni njohur në një kohë, mund të keni qenë shok, mund të keni qenë në të njëjtin ambient, le të themi në të njëjtin qytet apo në të njëjtin pallat, në të njëjtën lagje, jeni njohur në këtë formë. Dikush mundet edhe të ketë pasur fëmijë me këtë person, dhe ndarja ka qenë një ndarje e vështirë, po jeni në atë fazën që po i riktheheni vetes tuaj. Ajo pjesa më e vështirë, dhimbja, vuajtja, ana më e fortë emocionale, deri në javën e dytë do të kalojë. Do të kalojë dhe ju shoh shumë herë më optimist, aq më tepër me datë 15 dhjetor, Marsi, planeti që lidhet me atë shpirtin tuaj luftarak, me energjinë, me mënyrën si merrni vendime, iniciativa, do të futet në shenjën tuaj në Bricjap. Dhe Marsi do t'ju jap zjarr, do t'ju jap motivim, do t'ju jap forcë, do t'ju jap kurajo, do ta shikoni që në javën e tretë sidomos jeni totalisht të fokusuar tek parat, tek financat. Dhe shikoj disa Bricjap duan të fillojnë një shkollë të lartë, kurs, master, trajnim, gjithçka që lidhet me përmirësimin e vetes tuaj. Ky është një investim që ju po bëni tek vetja. Dikush mund të fillojë një punë të re, dikush mund të kërkojë diçka më shumë në punë, një lloj trajnimi në punë, apo mund të kërkoni që të ndihmoni, të bëni një lloj stazhi, të shkoni diku në një departament tjetër, të shikoni se si punon departamenti tjetër, që të mësoni dhe ju. Pra keni një dëshirë të madhe për të ecur përpara, për të mësuar, për të qenë më të përgatitur, për të pasur më shumë para, për të pasur një profesion që t'jeni të konsoliduar dhe të konsideroheni ekspert në fushën që ju keni zgjedhur për veten. Të gjitha hapat që do të ndërmerrni janë hapa të mirë, janë hapa pozitiv. Dikush mund të ketë edhe fëmijë që janë në një moshë ku janë gati për të filluar universitetin apo gati për të filluar një punë, dhe do të shikoni me krenari se vërtet sakrificat, sfidat, të gjitha vështirësitë që keni kaluar Bricjap, po ju shpërblehen kur shikoni se sa fëmijë të mirë keni rritur, keni edukuar, se sa të përgjegjshëm janë, se sa janë fëmijë me këmbë në tokë, janë fëmijë të cilët nuk ju krijojnë probleme, përkundrazi, tani janë në një moshë që mund t'i keni krah, që ju mbështesin, që janë me ju për gjithçka. Pra java e tretë është një javë shumë e mirë. Ju thash, energjia e Marsit do t'ju jap një motivim, një adrenalin që ju e keni të nevojshme. Te fundi i muajit do mbyllet në mënyrë shumë pozitive. Kemi sigurisht me datë 21 futet dielli në shenjën tuaj, fillon sezoni i Bricjapit dhe ju gjithmonë ndjeni më mirë kur jeni në energjinë tuaj, sepse e gjithë fokusi i planeteve i fatit është tek ju. Me datë 24 edhe Afrodita, planeti i fatit, planeti i bollokut, planeti i zgjerimit dhe i dashurisë që sjell ato bekimet, futet në shenjën tuaj me datë 24 dhjetor. Dhe Afrodita ose do të sjellë, nëse jeni single, një person, një njohje të re, po ky është një person me pushtet, ky është një person me autoritet, një person shumë i suksesshëm, një person i pasur, një person i realizuar, një person në një moshë të caktuar, një moshë që mund të jetë mbi moshën 50 vjeçare, një person i formuar, dhe ky është një person që do t'ju jap mbështetje, do t'ju jap suport, mund t'ju lidh puna me këtë person. Nuk e shikoj si një lidhje që do të fillojë, si një njohje që do të fillojë në romancë, mund të fillojë për arsye pune, mund të fillojë me një bazë shoqërore, mundet që në të ardhmen gjërat të zhvillohen më shumë, po e rëndësishme është që ardhja e këtij personi në jetën tuaj e perandorit, në jetën tuaj do të sjellë shumë të mira, do t'ju ndihmojë ky person
për çfarë të keni nevojë nga ana financiare, nga ana profesionale. Ky person e shikon se sa shumë ju punoni, se sa të dedikuar jeni dhe do të bëj të pamundurën që t'ju jap mbështetjen për krajen që ju takon, sepse e kupton vlerën, potencialin që ju keni si person. Por ndonjëherë, duke qenë se është Afrodita, planeti i dashurisë, aty mund të lindë edhe diçka më shumë për disa prej jush. Nëse jeni në një raport, ju thash, jo të gjithë janë të ndarë, kjo është një ndarje që ka ndodhur kohë më përpara, mundet keni kaluar peripeci ku i keni rritur fëmijët vetë, shumë gjëra, shumë vështirësi të tjera keni kaluar. Por disa çifte janë edhe më të bashkuar se kur, mund të jeni shumë mirë me njëri tjetrin në këtë fazë të jetës tuaj, jeni mjaft të kënaqur, jeni në një pozitë ku jeni në atë fazën që po mendoni për kohën kur do dilni në pension, kohën kur mund të udhtoni më shumë, mund ta shijoni kohën në çift sepse fëmijët janë të rritur, janë në një fazë tjetër të jetës së tyre dhe për ju kjo është një mundësi për t'ia filluar nga e para, për të qenë miq, shok, të dashur, për ta shijuar jetën si çift tani në një moshë tjetër më të pavarur, pa të presionin e rinisë ku duhet të ndërtosh gjithçka. Dhe tani nga ana financiare shumë prej jush jeni stabil, gjithçka është okay, keni mundësi për ta shijuar jetën më shumë në krahasim me fillimet tuaja kur kishit atë presionin për të ndërtuar anën profesionale, për të blerë shtëpi, për të rritur fëmijët e shumë gjëra të tjera. Java e fundit do të jetë një javë shumë e mirë sepse mbyllet me sukses, mbyllet me vlerësim për punën tuaj, vlerësim edhe kontakte me njerëz të pushtetshëm, njerëz të suksesshëm dhe një premtim që e ardhmja që 2026 do të jetë një vit i favorshëm, sidomos në aspektin profesional, sidomos në aspektin e të ardhurave për ata britsjap që janë në këtë fazën që po mësojnë diçka, duan të marrin një iniciativë, duan të bëjnë diçka më shumë, duan të fillojnë një punë të re, do të bini në sy si personi që është studenti më i shkëlqyer ose studentja më e shkëlqyer, ose personi që punon më shumë, se rrini me orë të gjata, kërkoni punë më shumë. Gjithë fokusi do të jetë tek ju dhe perspektivat janë shumë të mira në të ardhmen. Dhe nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për britsjapët më thot transformim. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Pra marrëdhënia juaj me njëri tjetrin do të thellohet edhe më shumë, do të bëhet më e fortë dhe dashuria mposhtë çdo gjë dhe transformon çdo gjë. Kjo vlen për ata britsjap që kanë kaluar këtë pjesën e sfidës në çift, mundet edhe që partneri ose partnerja t'ju ketë qëndruar shumë pranë në kohën kur ju keni humbur këtë personin e dashur dhe ka ndodhur që pikërisht nga humbja, nga vdekja, ju jeni afruar edhe më shumë me njëri tjetrin. Mbështetja, suporti që personi zemrës ju ka dhënë në kohën që ju e keni pasur të nevojshme e ka bërë këtë marrëdhënie edhe më të thellë. Për të tjerë mund të jetë situata ku ju thash është një mundësi e dytë për ju, sepse fëmijët janë të rritur, janë të pavarur, mund të kenë vendosur të jetojnë në mënyrë në ambientet e tyre, të marrin shtëpi me qira, të largohen nga ju dhe të fillojnë jetën vetë. Kështu që ju ktheheni si pas shumë vitesh si një çift që jeton vetëm sërish, një çift ku jeni vetëm ju të dy dhe keni një shans tjetër për të fokusuar më shumë tek dashuria juaj. Çdo sfidë, dashuria kalon çdo sfidë dhe i transformon gjërat. Okej, britsjap, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin dhjetor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online
direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj t'i kaloni sa më bukur, sa më gëzueshëm festat e fundvitit. Ju uroj shëndet, dashuri, fat dhe begati për ju dhe për familjen tuaj. Dhe bashk do dëgjohemi në parashikimet vjetore të 2026-s. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.